Nuk jemi më në fillim. Pas gjithë këtij rrugtimi, ti nuk mundesh me thonë si je i pa informuar. Dhe nëse nuk i ke parë videot, ktheho pra mbrapa dhe shikoj. Janë të gjitha aty. Në këtë rrugtim, pam që e vërteta nuk është relative, ajo ekziston realisht. Dhe pam që universi nuk erdhi nga asgjëja, por nga një shkak inteligjent. Pastaj pyetëm a ka folur ky krijues dhe i testuam pretendimet. Pam se judaizmi vendos themelet, por mbetet në pritje për një shpëtimtar. Islami bën pretendime që bien në kundërshtim me burimet më të hershme historike, sidomos për kryqëzimin e Jezu Krishtit. Por te Jezusi, historia dhe besimi takohen. Kemi fakte që pranohen gjërësisht. Jezusi u kryqëzua, dishepujt besuan se e pan të gjallë dhe ky besim i transformoi plotësisht. Këto pranohen edhe nga studiues skeptik sikur Gerd Ludemann dhe Bart Ehrman. Pra, edhe armiqtë e Krishtit nuk mund të injorojnë provat. Pra kjo do të thonë se ringjallja e Jezusit nuk është çështje tradite, s'është çështje kulture, është çështje e evidencës. Dhe nëse e ndjek evidencën, ajo nuk lën mes rrugës të qenë të Jezusi. Por mos ma merr fjalën si të merr qenë, shko dhe hulumto vet. Por mbaje këtë pyetje në mend. Ti çfarë do bësh me evidencën?